Një minut kemi me të vonë. O mirë stu. O mirë, shpa. Atër, muj me fillua. A do të më lëshu? Atër, fillojmë. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falëndrojmë Allahun azza wa jall, salavat e selamet ja dërgojmë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të mësojmë se kush ishte Ummu Salama radhiyallahu anha, lindja, prejardhja dhe veçorit e saja, apo disa mësime do më thonë që i marim prej kësaj gruaje, prej kësaj nëne të besimtarve. Kush ishte Ummu Salama radhiyallahu anha? Ajo ishte Hind bint Ebi Umeja al-Makhzumija al-Qurashija. Ajo njihej mësë shumëti me nofkën Ummu Salama. Do me thonë nëse ja lexon emrin, shumë pak njerëz e njohin. Bilem, edhe shumë prej sahabeve nuk ja u din emrat. Përveç se kur të hynë detaje me studiu, do me thonë kush është e kush, atër e din. Mirë po, për shembull Abu Bekrin radiallahu anhu, mi ja tregu emrin tamam, shumë pak njerëz e din. Çuditën. Ose disa sahabë tjerë, Ebu Hurera për shembull. A din që për emrin e Ebu Hurerës, edhe pse kemi tregu ne kemi fol për Ebu Hurerën, thuhet se shumë emra ka pas Ebu Hurera. Dikush ka thënë e ka pas emrin Abdu Shams, adhurusi i diellit. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndru emrin edhe ka qenë Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Mirë po me a thonë Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi kush është, ty për shumë pak e din, shumë pak e njohin. Mirë po kush të thue Abu Hurera u kry puna. Kretë e njohin. Po ashtu edhe Ummu Salama radiallahu anha, mi thënë Hind bint Ebi Umeja, Allah thënë nane njerëzit edhe nuk din. Mi po kur i thu Ummu Salama, ajo u kry, do me thënë, ajo ishte një nga bashkëshortët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një nga gratë më të ditura të sahabeve, një nga muhaxhirët e parë. Pse se kjo ka emigru 2 herë, njerë në Etiopi, në Abisini, një herë dhe me thonë në Medine, njëra nga gratë e menqura. Prejardhja e saj, baba i saj quhej Ebu Umeja ibn Mughira al-Makhzumi, nga fisi Beni Makhzum Qurayshi, i njohur dhe me thonë si Za'd al-Raqib, ai që furnizon të udhëtarët. Pra, Ummu Salama radiallahu anha vinte nga një familje fisnike e pasur dhe me reputacion të lartë në Mekke. Nëna e saj quhej Atiqa bint Amir. Gjithashtu edhe nana e vet, do me thonë, ka qenë prej familjes Kurejshite. Martesa e parë e Ummu Salama radiallahu anha kishte qenë 2 herë martume. Do me thonë, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka qenë burri i dytë i Ummu Salamës radiallahu anha. Ajo u martuan fillim me Ebu Salaman, Abdullah ibn Abdil al-Asad. Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte kushëriri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një nga muslimanët e parë. Nga muhaxhirët
që kanë bo hijret në Abisini, pastaj do me thënë kanë bo hijret në Medine në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajo kishte 4 fëmijë me ta: Selemen, Omerin, Durren edhe Zejnebin radiallahu ta'ala anhum. Hijreti dhimbshëm i Ummu Selemes radiallahu anha, kur deshte të shpërngulej në Medine, fisi i vet nuk e la. Sikur se sot zullum do me thonë që po i bojnë familjeve. I vdes buri, as pasuri nuk i japin, as shtëpi nuk i japin, edhe fëmijë ja marrin, edhe i bëjnë zullum deri në pikë të fundit. Po ashtu do me thonë edhe Ummu Selemes radiallahu anha, familja vet nuk e la do me thonë me bo shpërngulje apo me bo hijret me burin e sa e ndan. Fisi i burit ja mori djalin e vet, ajo mbetja vet me 1 vit. 1 vit do me thonë të tër meti vet, duke qa çdo ditë sikur se një gru, sikur se një nan, e cila mërzitet edhe për burr, mirë po mërzitet edhe për fëmijë. Zate nëse donë me e djeg një nan, ja merë fëmijën, ja largon, apo nuk e le me pa sikur si po ndodh sot, do me thonë ja marrin fëmijën familjarët e burrit edhe nuk e lojnë me pa, dhe ajo e ngrata çdo ditë ka, mërzitet. Ibn Sa'di në Tabakat thot: nuk kam parë ndonjë familje të sprovohet më rënd se Ummu Seleme radiallahu anha. Pas 1 viti, asaj ju lejuha të largohet, do me thonë, e vetme, do me thonë, ju lejohet të largohet, do me thonë, apo të bëj hijret me fëmijën e saj. Dhe u shoqëruha me Uthman ibn Talha. Ala nuk ka qenë besimtar ky, mirë po ka qenë shembull i moralit tek arab. Masi që i vdes Ebu Seleme, do me thënë buri i saj, buri i parë, buri i saj është plagos në Uhud. Pas disa kohë, po do me thënë pas taj vdiq. Para vdekjes, a i bën të dua: o Allah, me jep një bashkëshorte më të mirë se unë. Pas vdekjes, Ummu Seleme radiallahu anha, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku me ngushëllu, mi dhënë sabër, edhe me bo dua. Edhe ajo ka bo sabër, edhe ka bo dua: o Allah, që Allahu azza wa jall m'ia shëndru një burr më të mirë se Abu Seleme. Po parameno tash, ajo po bon dua, mirë po në anën tjetër po thot: po kush mundet me qenë një burr më i mirë se Abu Seleme? Pe din çfarë burri ka pas? Sikur tash njëri me po me vdek mu kon njëri mirë, i devotshëm, ja ka frikën Allahut azza wa jall, edhe tash grusi ka vdekë, po thot me po dua. Po thot ku muj me gjetë unë burr më të mirë se ai? Paramenon Nuhud, ka prezentu Nuhud me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është plagos, pastaj ka vdek. E tha: kush mundet me qenë një burr më i mirë se Abu Seleme? Allahu azza wa jall njërin, personin i cili bën sabër, Allahu e shpërblen me të mirat në dynja, po ashtu edhe në ahiret. Allahu azza wa jall ja mundsoi që burri i dytë të jetë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A ka më të mirë, burr më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi nuk ka. Nder i madh mu martu, do me thonë, me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Ummu Seleme radiallahu anha është martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në vitin e 4 të hijretit. Ajo ishte e vejushk, me 4 fëmijë e moshuar, më shumë se gra tjera, do me thonë, që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kjo martesë
ishte mbështetje morale për Ummu Selemen radiallahu anha dhe nderim për një grua që ka sakrifiku. Ishte model për gratë veja që kanë qenë. Ajo jetoj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam diku 7 vjet. Diku 7 vjet ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Po pejgamberi alaihi salam 40 vjet i ka arë shpallja. Atëherë do me thënë ka qenë e martuar me Khadijën, për cilën kemi fol. Pastaj do me thënë masi që ka bo hijret, do me thënë edhe dikun 10 vjet ka jetu në Medinë, edhe do me thënë 63 vjet i ka plotsu. Do me thënë që çdo gru që është martu ka jetu pak me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 7 vjet, 8 vjet, 5 vjet, 3 vjet. Do me thënë krejt kanë jetu pak, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, do me thënë në moshën 63 vjeçar. E kjo thuhet se ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dikun 7 vjet. Veçorit kryesore të Ummu Selemes radiallahu anha, dituri e jashtëzakonshme. Ajo ka transmetu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 378 hadithe, dhe hadithet mundeni me gjetë në Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Davud. Ajo ishte referencë fetare për sahabët. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si Aisha, po ashtu edhe Ummu Seleme radiallahu anha kanë qenë referencë. Kujt i ka interesu diçka, janë kthy edhe kanë gjetë, do me thënë aty. Çka i ka interesu, do me thënë e kanë gjetë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Seleme radiallahu anha ka qenë e mençur, ka qenë shumë e mençur. Në marrëveshjen e Hudejbijës, sahabët nuk reaguan ndaj urdhrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për therrjen e kurbanit. Mirë po Ummu Seleme radiallahu anha, tash edhe pejgamberi si pejgamber ka fillu mu mërzit, sahabët s'po mgojnë. Çka u bë me ta? Ka fillu mu mërzit pak. Mirë po Ummu Seleme radiallahu anha tha ja Rasulullah, dil vet therë kurbanin dhe mos fol me askënd. Dil vet, prej njerë kurbanin edhe mos fol me kërkon më hiç. Pse? Kur të shojnë sahabët ty, kretë kanë me shku me prej kurbanin. Pse? Se e din se duhet me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi alaihi salam ashtu vepron, edhe sahabët të tjerë fillojnë do me thonë me vepru ashtu sikur që ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me thonë e ka pështu për një krizë të madhe psikologjike pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo bani pyetje në emër të grave. Suratul Ahzab, kur ka zbrit ajeti 35, tha o i dërguari i Allahut, pse Kurani si përmend edhe gratë, po i përmend vetëm burrat? Atëherë Allahu Azza wa Jall e zbret ajetin Suratul Ahzab, ajeti 35, ku thot vërtet për muslimanët dhe muslimanet. Do të thonë gjinia mashkullore, gjinia femrore. E ky ajet u shpall, do të thonë drejt për së drejti pyetjen që ja ka bo Ummu Seleme radiallahu anha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ummu Seleme e ka mri edhe fitnen që ka ndodhur mes sahabeve, konfliktet mes sahabeve që ka ndodhur, kanë mri. Mirë po, ajo gjatë konflikteve nuk u përzi. Nuk u përfshi, do me thonë ato, me thonë ti e ki mirë, ti e ki keq, aje ka keq, kjo e ka mirë, mos u përzi. E kjo neve edhe për ne është mësim, mos u përzi. Nëse dy veta për lahan atje, ti nëse ki mundësi me shku mi nda, po me bo një zgjidhje tjetër, mirë është. Mirë po jo ti me fol për ato, me thënë unë e kom di se qëfar pisi është, po s'deshta me fol. Pse? A i regulon raportet me to, ti me si shkeq.
Edhe kjo është njëtën e përditshme. Përlahen dy veta, ky i treti shkon kise me njët me i pajtu ata dy pajtohen ky me të vetë keq. Edhe krejt bara i me të këti. Thot ti ki dashme na përqa neve. E Ummu Seleme radiallahu anha nuk u përshi, nuk nëziti as një palë me thonë, do me thonë, ti e kështu e ti e kështu. Ibn Tejmija thot, rahimehullah, qëndrimi Ummu Selemes ishte nga më të mençurat ndër ngrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo ishte e njohur për durim, ka bo durim. Pse? Sot as ka grave që për i vdesin burrat e janisin me kukate, mi shkyt teshat, për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë thonë lejsa minna, nuk është prej nesh, ai i cili i shkyn teshat, e rren veten edhe e mallkon. Bilem ka hadith që nëse nuk pendohet, atër ka me pas dënim të Allahu azza wa jall. E kjo ka bo durim. Kur e ndëgjoj rastin, lajmin që ndëgjoj buri i saj që ndroi jetë, ka bo sabër. Po ashtu edhe pse është mërzit, masi që ka nda burin e djalin e ka nda, dhe më thënë nuk e ka lënë një vjet me pa, ka qenë larg, prap ka bo durim, edhe pse ka kaj, se syri lotat, ka qenë e urt, ka qenë modeste, dhe zgjuarsi juridike. Imam Dhahabiu rahimullah thot, ajo ishte ndër gratë më të zgjuara dhe më të ditura të umetit për Ummu Selemen radiallahu anha. Ajo vdiq në vitin 62 të hijretit në Medine, thuhet se i kishte diku 85 vjet. Ishte gruaja e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që vdiq. Sahabeja e fundit nga nënat e besimtarve. Çfarë mësime marrim prej kësaj, prej Ummu Selemes radiallahu anha? Mësimet që marrim është durimi në sprova ekstreme. Pse? Kemi sprova. Mos thot dikush, në të më sprovon Zoti mu qysh don, unë e duroj. Sigur që ka qenë njoni prej njerëzve që ka thënë, çfarë sprove të më sprovoj Zoti mu, unë ko me duru. Vetëm ja ka nalë Allahu azza wa jall urinimin. S'ka mujt me urinu. Ka shku edhe tek fëmijët ka thënë, o, bëni dua se nëzor jam shumë. Pse? Se ka ditë se fëmijët nuk kanë mëkate. Ala fëmijan, sabi, fëmijan ala. Ka thënë, bëni dua se shumë jam zor. E kështu që sprova ka të shumëta. Mos thuj valla mu me më sprovu që kjo. Atë sprovë që ta ka dërgu Allahu azza wa jall ty, dije se ajo është për ty tamam, adekuat është për ty. Nuk ta qënë ty sprovën e Ibrahimit a.s. me të qytë në zjarë. As sprovën e Jusufit a.s. me dash me të mytë vllazit e tu me të gjytë në bonar. Po as provat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ti si mas imanit e ki edhe sprovën. Dituria nuk ka gjini. Nuk mund është me thonë vetëm meshkujt janë të ditur. Vallahi, ka femra që meshkujt as në gjep nuk e shtin. Ka në dituris, zgjuarsis. Pse? Allahu azza wa jall ka falë. Edhe nuk ka ndë një argument që dituria është vetëm të burrat. Jo, kemi pa do me thënë edhe Aisha radiallahu anha ka qenë me ditur a thuhet. Mirë po edhe për Ummu Selemen, edhe për tjerat. Bilem, një rast të regohet njoni kër e ka martu vajzën e vetë, ai miniher mas natës e dhëndris u bënd të gati me shku edhe me prezentun ligjerat. Edhe i thot gruja vetë, ka përshkon? Thot përshkojnë ligjerat të baba jotë. Dhe rritha këtu, tha, krejt diturin e babës tem unë e kom. Qka ka dituri baba jem unë e kom? Shtu që dituria nuk ka gjini. Mundet më konë gru, femër, mundet më konë shumë ma e dishme se 2 bura, po 10 bura, po shumë bura. Mësimi tjetër, gruaja ka rol në udhëheqje. A ke pa aty që e tha, ja Rasulullah, dil prej kurbanin, kanë me prej dhe ata, edhe mos fol.
Pse nuk I tha, hajde një tash ju preni, jo, mos fal, a pse çfarë rotësie, preje kurbanin. Ata kur shenë ty edhe ata kanë me prej. Mësimi tjetër është mençuria është më e fortë se emocionet. Dikush me emocione mundohet, s'ka, do të më koni mençur. Allahu e shpërbleft Ummu Selemen radiallahu anha për sakrificën që e ka bërë. Ummu Seleme radiallahu anha nuk ishte thjesht një bashkëshorte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ishte muhajira, e cila ka emigru për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, ishte juriste, këshilltare politike, mësuese ummetit, model I gruas muslimane intelektuale. Ajo është dëshmi se në Islam gruaja nuk është figurë pasive, por shtyllë dhe diturisë dhe stabilitetit shoqëror. Andaj, këto janë disa mësime që I marrim, domethënë I përfitojmë prej kësaj prej nënave të besimtarve, e veçanërisht domethënë prej Ummu Selemes radiallahu anha. Lutim Allahun azza wa jall që të na mundsoj të jemi në rrugën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta ndjekim rrugën e tij deri në momentin e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.